Ndonjëherë duket sikur zemërimi i merr frenat e jetës sonë. Ne nuk kemi më të qeta, nuk kemi më durim dhe shpërthejmë. Zemrimi na kaplon dhe humbasim totalisht kontrollin. Pas kësaj kalon pak kohë dhe pendohemi për zemërimin dhe të bërtiturat që u shkarkuan fëmijëve tanë. A keni ndaluar ndonjëherë për të kuptuar se çfarë e shkakton zemërimin që e nxjerr mbi fëmijët e tu? Qëndroni sot me ne për të kuptuar më shumë për zemërimin dhe se si të ndalojmë transmetimin e tij ndër breza. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta. Edhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave dhe faleminderit që jeni duke na ndjekur. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, do të flasim për nënat e zemëruara dhe do të ndaj me ju strategji praktike se si të merremi me zemërimin ton si nëna. Le të shohim së pari disa arsye pse ne si nëna zemërohemi dhe inatosemi. E para, kur fëmijët tanë nuk dëgjojnë. Jeni ndjerë ndonjëherë sikur po flisni nga maja e malit dhe fëmijët tuaj nuk ju dëgjojnë, madje edhe më keq, duket sikur nuk duan t'ia dinë për atë që ju po thoni. Pa e kuptuar, e gjeni veten duke bërtitur, sepse në këtë mënyrë mund të tërhiqni vëmendjen e adoleshentit tuaj. Por, keni kujdes nëna, sa herë që ju humbisni nervat, po e kushtëzoni fëmijën tuaj të mos ju dëgjoj, derisa ju të arrini kulmin. Në vend të kësaj, ndalni, merrni frymë thellë dhe bëni kërkesën tuaj, pa u zgjatur me fjalë të pakuptimta, duke vendosur edhe një afat kohor. Kujtoni se për të fituar respektin e adoleshentit apo adoleshentes suaj, ju duhet i respektoni edhe ata, kështu që jeni fleksibël. E dyta, ju mund t'i merrni gjërat shumë personalisht. Adoleshentët mund të jenë të ashpër ndonjëherë. Ata rrotullojnë syt, mërmërisin, përplasin dyert edhe thonë gjëra që u godasin thellë në zemër. Ata mund t'ju refuzojnë të zgjedhin misht mbi familjen edhe mund t'ju shtynë të humbisni kontrollin. Mos harroni, ata janë adoleshent. Ata kërkojnë pavarësinë, hormonet janë në maksimumin e tyre, janë jashtëzakonisht egoist, të paparashikueshëm edhe kanë shumë gjëra për të mësuar. Por duhet të dini se ata ende ju duan edhe kanë nevojë për ju. Kur ndiheni e zemëruar, përsëritini vetes, sjellja e fëmijëve të mi nuk ka lidhje me mua. Pastaj vendosni armaturën tuaj dhe qëndroni gati, derisa stuhia të kalojë. Deri atëherë, mos merrni asgjë personale. E treta, kur ju jeni të lodhura, çdo gjë duket më e madhe. Edhe gjërat e vogla, si lënia e pjatës mbi tavolinë apo flakja e peshqirit të njohur për tokë, ju acarojnë nervat. Asgjë nuk ka për të ndryshuar, derisa të kuptoni rëndësinë se, së pari, vetë ju duhet të keni të plotësuara nevojat bazë. Nëse jeni të lodhura, uluni dhe çlodhuni. Merrni një sy gjumë. Thjesht uluni dhe reflektoni mbi qetësinë tuaj. Bëni ato gjëra që ju sjellin ngushëllim ose ju mbushin me energji. Mos u ndjeni fajtore nëse uleni dhe merrni kohë për veten tuaj. E katërta, ju ndoshta nuk keni mjaftueshëm ndihmë. Nëse jeni prindi vetëm apo nëse bashkëshorti juaj nuk ju ndihmon shumë, apo nëse prindrit tuaj nuk janë afër për t'ju dhënë një dorë, kuptoni se nuk jeni vetëm. Shumë nëna mund të ndihen vetëm edhe të mbi ngarkuara nga punët e shumta. Kërkoni një grup nënash në rrethin tuaj ku të bashkoheni dhe të gjeni mbështetje emocionale. E pesta, ju keni pritshmëri të larta. Nuk ka pse t'i palosni peshqirët gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Nuk ka pse të gatuani një darkë të shëndetshme çdo natë. Nuk ka problem nëse adoleshenti juaj vesh të njëjtën bluzë për 2 ose 3 ditë rresht. Nuk ka problem nëse lavamani është i mbushur me enë. Ulini pak pritshmëritë tuaja. Mësoni t'i lini të shkojnë disa gjëra. Mbylleni derën e adoleshentit tuaj nëse nuk e shikoni dot rrëmujën. Mos u stresoni nëse nuk e mbaroni dot malin me rroba, larje, nderje, tharje, palosje. Mos vendosni kaq shumë presion mbi veten dhe fëmijët. Shumë shpejt, fëmijët tuaj do të largohen për të jetuar jetën e tyre dhe shtëpia do të jetë panjolla, e sistemuar dhe e qetë. Nëna, fokusohuni tek gjërat e mëdha dhe lërini më njanë gjërat e vogla.
Ju jeni të stresuara. Për mua stresi edhe ndjenjat e shqetësimit të ankthit rrjedhin kryesisht nga dëshira për të kontrolluar situatat. Truri im mbi ngarkohet edhe përfundoi duke e bërë çimen tra. Por kur ne pranojmë faktin se ka gjëra që nuk i kontrollojmë dot, atëherë jemi më të sheta. Mendoni pak. Ju mund të mos jeni në gjendje ta shtyni adoleshentin tuaj të bëjë zgjedhje të zgjuara kur është jashtë me miqtë e tij, por ju mund të flisni me të edhe ta edukoni në mënyrë që të kuptoj pasojat dhe rreziqet e mundshme të veprimeve të tij. Kur e merrni stresin tuaj dhe e ktheni në një veprim pozitiv, ju ndiheni më në kontroll dhe më pak e acaruar. Ju ndiheni të manipuluara ose të shfrytzuara. Asgjë nuk mund ta ngacmojë më shumë zemërimin e një nëne, sesa kur ajo ndihet e manipuluar ose e shfrytzuar nga adoleshenti i saj. Edhe pse ka shumë gjasa që ata nuk e bëjnë këtë me qëllim, kjo mjafton për të grumbulluar pa kënaqësi. Mos ha mendësoni se familja juaj në mënyrë magjike do ta vërë shqetësimin, nevojat apo dëshirat tuaja. Nuk mund të supozoni se adoleshenti juaj e kupton se gjërat që ai bën nxisin zemërimin tuaj nëse nuk i thoni atij se si ndiheni. Përndryshe, ai do të kujtojë se nuk është ndonjë gjë e madhe dhe se ju nuk e keni problem. Të qenit i hapur dhe i sinqert për ndjenjat është çelësi. Gjithashtu, mos u ndjeni fajtore nëse thoni jo. Këto quhen kufi dhe nënat kanë nevojë për to. Ju ndjeni të pavlerësuara nga familja juaj. Nuk është se nënat kanë nevojë për një duartrokitje të madhe në fund të ditës, por një faleminderit mami, e vlerësoj shumë këtë që po bën për mua, mund të jetë shumë e dobishme. Kur jeni nëna të zëna dhe fokusoheni më shumë në kënaqësinë e të tjerëve sesa në kënaqësinë tuaj. Mos qëndroni më të zemëruara dhe filloni të komunikoni hapur me familjen tuaj për mënyrën se si ndiheni. Bëni një mbledhje familjare, tregojini familjes suaj se ndiheni të pavlerësuara. Ripërkufizoni edhe një herë detyrimet tuaja. Fëmijët tani janë të rritur dhe disa gjëra mund t'i bëjnë vetë, si për shembull të përgatisin mëngjesin apo të përgatisin darkën. Nuk keni pse i ndihmoni aq shumë. Ju zgjidhni ta bëni këtë dhe kjo gjë u duhet kujtuar fëmijëve. Jeta juaj duket e çorganizuar dhe kaotike. A duket shtëpia juaj një katastrofë? A është banaku i kuzhinës plot me enë, letra, ushqime, pjata të palara, fruta të kalbura? Mjedisi ku jetojmë luan një rol të madh, jo vetëm në mënyrën si ndihemi, por edhe në mënyrën se si e përballojmë stresin. Seleksiononi 3 zona të shtëpisë suaj që po ju acarojnë dhe trajtojeni me radhë. Sistemoni rrëmujën, sepse kjo do ta qetësojë mendjen tuaj. Blini kosha, organizues, dosje, etiketa dhe çdo gjë të nevojshme për të organizuar hapësirat tuaja. Do të habiteni se sa mirë do t'ju bëjë të ndjeni kjo gjë. Jeta juaj duket jashtë kontrollit dhe keni nevojë të shtypni butonin e rindezjes. Qoftë një shtëpi kaotike, sjellja e adoleshentit tuaj apo pritshmëritë jo realiste, ndonjëherë jeta në familje mund të ndihet jashtë kontrollit, gjë që na bën të ndihemi të mbingarkuara dhe të acaruara. Në vend që të qani për atë që ka kaluar, kuptoni se nuk është kurrë vonë për të ndryshuar gjërat. Ju mund të vendosni rregulla të reja dhe pritshmëri të reja për ta bërë barrën tuaj më të lehtë. Ju mund të ndërmerrni hapa të vegjël për të sjellë më shumë harmoni në familjen tuaj dhe mund të vendosni kufit e nënës për të mos qenë gjithmonë në dispozicion të tjerëve. Nuk është kurrë vonë për të shtypur butonin e rindezjes, pavarësisht se sa janë rritur fëmijët tuaj. Kur je prindi një adoleshenti, sidomos, është shumë e lehtë të kapesh në kurthin e rritjes së adoleshentëve të vështirë në thonjza. Mendjemadhësinë e fëmijëve, sjelljen e tyre të paparashikueshme, aftësinë e tyre të çuditshme për të na lodhur derisa të na lënë nervat, por në mes të gjitha sfidave të rritjes së adoleshentëve, ka një mori gjërash ku nëna duhet të fokusohen. Ju si nëna duhet të fokusoheni tek fakti që shihni se trupat e adoleshentëve tuaj po rriten me shpejtësi, tek mënyra se si e kanë perspektivën për jetën dhe tek marrëdhëniet. Shihini ata si personi që gjithmonë e keni ditur që do të bëhen. Ngadalsoni ritmin, vërini gjërat e vështira në sfond dhe bëni një zgjedhje të ndërgjegjshme për të fokusuar tek gjërat e mira të adoleshentit tuaj. Ne duhet të fokusohemi gjithashtu te krijimi i lidhjes emocionale me fëmijët tanë, pasi kjo ndikon në jetën e tyre si të rritur dhe në jetën e fëmijëve të tyre kur ata të bëhen prindër. Ne duhet të kuptojmë se me mënyrën si ne flasim apo sillemi, po lëm një trashëgimni tek fëmijët tanë.
Po, kjo është shumë e vërtetë Dena, pasi mënyra se si prindrit tanë janë marrë me zemërimin e tyre, ka ndikuar tek ne, dhe ne pa e kuptuar ndonjëherë, kemi trashëguar mënyrën se si sot merremi me zemërimin. Çdo model që ne kemi, duam nuk duam, ua kalojmë fëmijëve tanë. Ne duhet të identifikojmë se cilat janë ato modele që nuk duam t'ua kalojmë fëmijëve tanë dhe të fillojmë të merremi me to. Gjithçka fillon me ndërgjegjësimin, kështu që si nëna, nëse acarohemi apo zemërohemi lehtë, duhet të kuptojmë se kjo që po bëjmë është shkatërruese, një model dëmtues edhe i pashëndetshëm. Si të kuptojmë që na duhet të ndryshojmë nëse nuk e pranojmë që kjo që po bëjmë është e gabuar? Zemërimi, acarimi dhe të bërtiturat tona nuk ndihmojnë. Përkundrazi e përkeqësojnë situatën dhe mund ta shtyjnë fëmijën ton të përvetsojë të njëjtën gjë që ne urrejmë që ata ta kenë. Jemi sërish në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Sot po flasim për nënat e zemëruara me fëmijët e tyre. Një ndjesi e keqe apo jo? Kemi ndarë me ju disa arsye për zemërimin e nënave dhe disa këshilla për të përballur me këtë ndjenjë jo të këndshme. Por është shumë e rëndësishme që ne të fillojmë të ndryshojmë disa zakone në jetën tonë. Për shembull, të kujdesemi për veten, të kalojmë kohë me Zotin, të bëjmë atë që duhet bërë për ta ndihmuar veten që të praktikojmë gjërat e reja që mësojmë për menaxhimin e zemërimit. Një nga gjërat kryesore që ne theksojmë në programin ton është fjala e Perëndisë dhe se si ajo na ndihmon në jetën tonë të përditshme. Le ta bëjmë kohën me Zotin një nga prioritetet tona si nëna. Le t'i kërkojmë Perëndisë që të na ndihmojë me nivelet e acarimit dhe zemërimit dhe të na jap perspektivën e tij në lidhje me situatën që mund të kemi me adoleshentin ton. Ne mund të përdorim të gjitha strategjitë e psikologëve dhe çdo mësim tjetër, por në një pikë sërish do të themi: Zot, nuk ja dal dot më. Kam nevojë për ndihmën tënde. Edhe kush më mirë se ai mund të na ndihmojë. Fjala e Zotit thotë se ai na njeh më mirë nga sa e njohim ne veten ton. Po Dena, Psalmi 139 na kujton se Perëndia na njeh ne dhe adoleshentët tanë më mirë se kushdo tjetër. Le të lexojmë disa vargje nga ky psalm. Ti më ke hetuar o Zot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njoja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund ta arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate? Ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se e shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri teri do të më fsheh, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Teri vet nuk mund të fsheh asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Teri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënës sime. Pra, Zoti na ka hetuar edhe na njeh. Ai e kupton pse jemi të zemëruara edhe të acaruara. Ai e njeh po kështu edhe adoleshentin ton. Edhe para se të jetë fjala në gojën ton, Zoti e di. Ai njeh thellë të gjitha rrugët tona. Kjo është shumë e vërtetë Dena, vetëm Jezusi mund të na ndihmojë. Ne duhet të kujtojmë që jetojmë në një botë të dukshme, por edhe në një botë të padukshme gjithashtu. Dhe djalli vjen vërdall si një luan vrumbullues, duke kërkuar kë mund të përpi, duke kërkuar të nxjisë zemërim, inat dhe emocione negative. Por ne si besimtar mund të thërrasim Perëndisë të na ndihmojë. Hapi i parë në strategjinë qetësuese është lutja. Ne mund t'i lutemi Zotit me fjalë të thjeshta si: Zot, faleminderit për urtësinë dhe dëmshurinë tënde. Më ndihmo të fal adoleshentin tim dhe ta hedh tutje zemërimin tim. Ati im, unë pranoj zemrën tënde për fëmijën tim. Hapi i dytë është identifikimi i ndjenjave tona. Ne duhet të themi: unë kam zemërim, acarim, lëndim, ngarkesë, çfarëdo qoftë ajo ndjenjë që po përjetoni, por Perëndia është me mua tani.
Hapi 3. Citoni një varg nga Bibla apo një frazë që keni mësuar përmendësh. Zoti është këtu me mua. Ndërsa merrni frymë thellë, pranoni dashurinë e Perëndis, dhe ndërsa nxirrni frymën jashtë, kërkoni paqen e Perëndis. Thoni, Perëndia e ka krijuar këtë fëmijë. Hapi 4. Merrni kohë. Afrojuni fëmijës suaj ngadalë, folini ngadalë, bëni një hap pas në vend që të hidhni akuza ndaj tij. Ju mund të përdorni shprehje të tilla si: tani jemi të gjithë të acaruar, a mund të flasim dhe ta zgjidhim këtë situatë pak më vonë? Ose, kam nevojë për të menduar, do të përgjigjem në një moment që të jetë vërtet ndihmues për ty. Vendose veten në vendin e fëmijës tënd. Si do të ishte sikur të isha në vendin e fëmijës tim tani? Çfarë po ndjen fëmia im tani? A kam ndier emocione të ngjashme? Çfarë ka më shumë rëndësi për fëmijën tim? Hapi 6. Kërko për mundësi. Thuaj Zotit: Zot, cila është mundësia këtu? Dashuria pa kushte, mësimi i një aftësie për jetën, apo tregimi i mëshirës së Zotit? Hapi 7 është të kontrolloni fytyrën tuaj. Rregulloni frymarrjen. Thuajini vetes: unë e dua këtë fëmijë edhe tani. Dëmshuria duhet të tregohet edhe në fytyrë, fytyrë e qetë, vetulla të ngritura lart. Hapi 8. Jini proaktiv. Nëse filloni të acaroheni, merrni një çumçakiz për vete dhe një për fëmijën tuaj, dhe thjesht përtypeni pa folur derisa të jeni qetësuar. Studiuesit tregojnë se përtypja e çumçakizit ul nivelin e stresit. Hapi 9 është të shkruani një shënim të dukshëm tek frigoriferi. Për shembull, vargjet 19 deri në 20 nga Jakobi 1 që thon: Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim, sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndis. Shpjegojuni fëmijëve se ju doni të ndryshoni dhe tregojuni atyre nëse shfaqet një problem, ju duhet të merrni frymë thellë dhe të përdorni një zë të butë. Jini të sinqert me fëmijët tuaj dhe thoni që me të vërtet doni të ishni dorë nga i zakoni zemërimit dhe acarimit apo të bërtiturës. Kjo do t'ju ndihmojë të jeni të përgjegjshëm ndaj qëllimeve që i vini vetes, por nga ana tjetër edhe të komunikoni se nuk është problem të bëjmë gabime dhe të kërkojmë falje. Mësojuni fëmijëve tuaj që të përgjigjen me respekt, edhe kur ju pa dashje ngrini zërin. Mikesha të dashura, kemi bëritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.